takoj shumë njerëz që krye fjalë kanë, këtë që po ju them. Sa shumë pasuri pas ka pas ky vend, që vi dhe smaron i herë ajo që ka për të vjedh. Dhe përgjigjja ime është që po, Shqipëria ka shumë pasuri në kuptimin natyror të fjalës. Ka miniera, ka naftë, ka bregdet, ka lumenj. Ka shumë të mira. Mirë po, Shqipëria ka dhe i pasuri që zgjerohet për ditë, që është pasuria vetë njerëzore, është kapitali njerëzor. Pra është puna jone e përditshme, sipërmarrja jone e ndershme e përditshme që prodhon çdo ditë pasuri të re, mirë po se prodhon për ne. Se prodhon për njerëzit e thjeshtë, për njerëzit e punës, për njerëzit e sipërmarrjes ndershme, po e prodhon për i grusht maskarejsh që praktikisht janë si ato shushunjat, si ato parazitët që jetojnë përmes punës tjetrit, jetojnë përmes sipërmarrjes tjetrit, jetojnë duke ja pirë gjakun tjerëve. Dhe ata që janë pim gjakun njerëzve janë pak numër, po janë shumë pushtetshëm. Ke këta të pushtetit politik herë. Edi Rama e Belinda Balluku, nuk besoj se ka pas dyshe më hajdutësh, edhe hajdut në kuptimin më banal të fjalës sa këta dy. Mor po vjedhin në të gjitha mënyrat. Vjedhin ku ndërtojnë kopse, vjedhin ku ndërtojnë jetimore, vjedhin ku ndërtojnë rrugë, vjedhin kur shpëtojnë njerëzit nga përmbytja. Vjedhin, ku diun, kur japin leje ndërtime, vjedhin nëpërmjet ligjit investitorëve strategjik.